Gratë ju rrejnë gratë që divorcohen. Gratë ju rrejnë gratë që dashurohen. Gratë ju rrejnë gratë që gjejnë dashurinë pasi divorcohen. Gratë ju rrejnë gratë që marrin në dorë vendimin për të jetuar jetën ashtu si ato duan. Gratë ju rrejnë gratë në përgjithësi. Pse e them këtë? Po, në fakt, këtë video kam dashur ta bëj prej disa kohësh, por e shtyja se thoja, okay, nuk dua të bëjmë përsëritse, nuk dua të them të njëjtat gjëra, në fund ditës në vesh të shurë dhe shkojnë, nuk ja vlen, etj. Por, ajo që më detyroi në thonjza ishte rasti i fundit, intervista e Neda Ballukut, ku pranoi divorcin, dhe thash, okay, do flas. Kur pash gjithë komentet dhe gjithë urrëtitjen dhe gjithë supozimet dhe gjithë të vërtetat që i dinin të gjithë komentuesit, përveç të zonjës së punës, pra të gjithë e dinin të vërtetën e vërtet të divorcit. Vetëm e zonja punës nuk e di si është e vërteta. Ashtu siç din të vërtetën për ndarjen e Prince Lekës nga Elia dhe lidhjen me Blertën, të cilën e masakruan. Të gjithë e dinë që Blerta është e keqja, është e poshtra, është e ndyra, është princi po ashtu. Të gjithë e dinë të vërtetën e ndarjes së Besit me Gjensilën, patjetër që të gjitha të vërtetat i dinë komentuesit. Vetëm vërtetat e shpive të tyre nuk dinë, sepse patjetër që vërtetat e shpive të tyre i din komshind, fisi, fare fisi, kolegët, shumë mirë se ata. Dhe këtë gjë harrojnë shpesh njerëzit, të cilët komentojnë. Të komentojnë sepse bëhet fjalë për personazhe publike dalin të gjithë ne dhe tregojnë për jetën tonë, është pjesë e punës tonë. Është pjesë e asaj që shpeshherë quajmë edhe si respekt ndaj audiencës, sepse kur nuk tregon, thonë je mendje madhe, po ti na detyrohesh, ti ke njerëz që të pëlqejnë, që të ndjekin, fol pse bëhesh mendje madhe. Kur fleton, pse fole kaq shumë, duhet flisje më pak. Ta vendosin ata kufirin, sepse ata i dinë më mirë kufirin te tu. Ata dinë më mirë historinë tënde se sa ti vet. Ti di se si janë historitë, kur ti je brenda atyre historive që ti njeh, sepse mund të bëhet fjalë për një mikun apo mikeshën tënde, që është në rastin e Nedës, dhe unë di, histori, di çfarë ka ndodhur, pak a shumë, patjetër, pra isa mund të doj tjetri të ndaj edhe me një mikesh, dhe më pas lexoj se si flasin të gjithë me siguri për këtë divorcin e Spakut, se si flasin gjithë me siguri për këtë divorcin që u bë për të promovuar librin. Thjesht më vjen të ulur razet fëtuar në kokën tem. Po si mundet? Më thënë, okay, kuptoj si supozimet, po si mund të flitet me kaq siguri dhe si mundet të ketë kaq shumë urrëtie dhe kaq shumë inat dhe kaq pak mungesë empatie ndaj një gruaje që është duke kaluar një divorc, dhe divorci nuk është kurrë i bukur për askënd, nuk është kurrë i lehtë për askënd. Po tani u kujtua ajo se kur doli në intervistë para 2 vitesh, ajo fliste me dashuri dhe me përkushtim për familjen dhe për bashkëshortin. Pikërisht pra, se nuk ka njeri që në vështirësinë e parë apo në problemin e parë del në televizor, në intervista dhe ha barkun dhe tregon problemet. Shiko po, unë do themi gjë, unë me bashkëshortin nuk kam 100 probleme, do video i them këtu të gjitha për ju që t'ju jap mundësinë ju të komentoni tani jo. Çdo njeri tenton dhe përpiqet në marrëdhënien e veta, në martesat e veta, që ta rregullojë situatën. Askush nuk është i prirur që të shkojë menjëherë te divorci apo te ndarja. Askush nuk e do. Të gjithë kalojnë nëpër kriza, përpiqen t'i rregullojnë. Vjen prap kriza, përpiqesh ta rregullosh. Derisa kupton që është mbushur kupa dhe nuk durohet dot më dhe kjo marrëdhënie është mirë të përfundojë për të mirën e të dyve dhe për të mirën e familjes, për të mirën e fëmijëve. Dhe kjo gjë vlen, meqense mora shembullin siç ishte rasti më i fundit, por kjo vlen meqense e përmenda edhe për Besin me Gjensilën. Shkatroi familjen e poshtra. Ajo është ndyra e sigurt, pse? Sepse ajo është një gotë seksi, yll e bukur që del për koncerte dhe vazhdoi jetën dhe vazhdoi karrierën dhe vazhdon të shijoj
qoftë edhe veten e saj post një marrëdhënie shumë gjatë që 14 vjeç, dhe kjo gjë është e papranueshme. Kjo gjë është e papranueshme, po pse është e papranueshme? Është e papranueshme sepse të gjitha ato që shajnë dhe mallkojnë dhe thonë 1001 zeza, janë ato që nuk kanë kurajon të jenë në vendin e gjensiles. Nuk kanë kurajon që të ndajnë nga i personi që mbas dhe urrejnë, nga i bashkëshortët që ja kanë nxirr, nga i bashkëshortët që nuk duan ta shohin me sy, por nuk mundën ta bëjnë këtë gjë. Dhe meqenëse nuk e kanë këtë forcë dhe këtë kurajo, shajnë gjensilen, sepse ajo e pati kurajon, sepse ajo u nda, sepse ajo po vazhdon jetën e saj, ajo nuk po vuan, ajo nuk po bën viktimën. Dhe këtë gjë gratë nuk e durojnë dot. Dhe këtë gjë nuk e durojnë dot ato gra që janë të palumtura në jetën e tyre. Sepse kush është e lumtur në jetën e vet, nuk ka kohë të lëshoj kaq shumë lev dhe kaq shumë urrëti dhe kaq shumë vlerë. Patjetër që e përsëris për sa kohë të gjithë ne jemi personazhe publik, japim të drejtën njerëzve të kenë një opinion të tyrin për ne. Po ka një ndryshim kaq të madh midis të paturit të një opinioni dhe midis të folurit me kaq shumë urrëti, mlef dhe për çmim, për gjëra që ju i dini vetëm nga sipërfaqja, ju i dini vetëm nga larg, ju nuk jeni edhe një çift, nuk i di asnjëherë gjërat si janë fiks në marrëdhënien e tyre dhe nuk e kupton dot fiks se çfarë ka ndodhur që ka çuar në divorc apo në ndarje, por jo, ju i dini të gjitha këto gjëra. E s'dini asgjë. Ju nuk dini asgjë dhe pikërisht nuk dini asgjë duke nisur nga marrëdhëniet tuaja, keni këtë dëshirën dhe këtë mlefin kaq shumë të akumuluar të cilën pas e nxirrni tek të tjerët. Çfarë u bë me Blertën? O Zotë të mërshme, si mundet? Si mundet të ketë kaq shumë dashakësi dhe kaq shumë mallkime për një njerëz që as nuk e njihni, as nuk ka bërë asgjë dhe me cilën nuk e lidh asgjë. Apo mallkoni Blertën sepse nuk bëni dot gjë asaj që e shikoni si arsyen pse mund të futur në marrëdhënien tuaj, asaj që e shikoni si të dashurën e burrit tuaj dhe ja nxirrni inatin Blertës, sepse për ju është një përfaqësuese e kësaj kategorisë të grave që futen, të vajzave që futen në mes të një marrëdhënie, e po hapini sytë e veshët mirë. Askush nuk futet në mes të një marrëdhënie nëse nuk ka aty një hapësirë. Nëse partneri vendos dhe lidhet, dashurohet, ka syt për dikë tjetër, do të thënë që diçka në atë marrëdhënien ekzistuese ka mbaruar, ka vdekur. Dhe sa mirë që ka njerëz, burra dhe gra që marrin kurajë dhe thonë, "Ok, do të ndaloj, do ta mbaroj këtë marrëdhënie, do ta mbyll këtë marrëdhënie, sepse nuk jam më i lumtur me të", dhe do nis një marrëdhënie të re. Por jo, ju këtë gjë nuk e doni, nuk e pëlqeni, sepse ju nuk keni kurajon, sepse ju pranoni gënjeshtrat e burrave tuaj, që për shumë kohë mbajnë lidhje paralele, që ju gënjejnë, që ju thonë do ndahemi dhe vazhdojnë ndërkohë, apo që ju i dini, por nuk keni kurajon të shkëputeni prej tyre, sepse mund të jeni të varura financiarisht, mund të vazhdoni t'i doni, dhe bëni luftën me këtë të dashurën, që nuk ju ka asnjë detyrim. Çfarë ju lidh me të? Asgjë. Nëse është dikush ndaj të cilit duhet të kërkoni llogari, është partneri. Dhe në fund të ditës, pak respekt dhe pak dinjitet, nëse ai do të iki, lëreni të iki, ai apo ajo, qoftë që do të iki. Nuk mbahen njerëzit me zor. Nëse ju doni të gënjeni veten tuaj dhe nëse ju doni të mbani marrëdhëniet me thonjë, asnjëherë kjo marrëdhënie nuk do jetë e shëndetshme. Do ta mbani tani. Do tentoj t'iki mbas një viti, do ta mbani dhe mbas një viti, do tentoj t'iki dhe mbas 2 vitesh. Një njeri rri në një marrëdhënie sepse do, sepse ka dashuri, sepse ka respekt, sepse ka mirëkuptim. Marrëdhëniet nuk janë të lehta. Duhen gjetur ekuilibrat, çdo çift ka ekuilibrat e tij. Për sa kohë në një marrëdhënie njerëz të dy partnerët janë të lumtur, janë të kënaqur me ekuilibrat që ata kanë vendosur në marrëdhënien e tyre dhe dëshirojnë që këtë marrëdhënie ta mbajnë të gjallë, sa mirë, sa bukur, le të zgjasë sa më shumë. Po në momentin që këto ekuilibra prishen dhe marrëdhënia nuk të jep më dashurinë, nuk të jep më pasionin, nuk të jep më respektin, ti nuk do më të kalosh kohë me tjetrin, ti nuk ndihesh më mirë në këtë marrëdhënie, atëherë ik
largohu dhe jepi mundësinë vetes tënde dhe personit tjetër që të krijojë një jetë të re nga e para, ku të gjej lumturinë. Në këtë jetë veten tonë kemi deri në fund. Asgjë dhe askënd tjetër. Patjetër që të gjithë duan që të jenë një marrëdhënie që të zgjasi sa më shumë, të zgjasi deri në fund. Po koha e ka treguar që është shumë e vështirë. Koha e ka treguar që njerëzit ndryshojnë dhe kur ti ndryshon, edhe me veten tënde nuk je ndonjëherë rehat. Imagjino me tjetrin që të ka njohur mbase në një fazë caktuar tjetës tënde, ai ka qenë në një fazë caktuar tjetës vet, të tani thjesht rrugët tuaja kanë marrë drejtime të kundërta. Atë pse duhet ndenjë këtë marrëdhënie? Për hir të familjes, për hatër të fëmijëve. A dini që është shumë traumatike që fëmijët të rriten në familje ku mami dhe babi nuk e durojnë dot njëri tjetrin, kur nuk e shohin dot njëri tjetrin me sy, ku urrehen, për mos folur pastaj për dhunën verbale apo fizike. Jam dakord që familje duhet që të përpiqen mos të dorëzohen që në problemin e parë, diskutohet, askush nuk e bën këtë. Të gjithë i japin shanse vetes, partnerit të marrëdhënies, për të rregulluar diçka. Po kur kjo gjë nuk rregullohet, atëherë ndahuni. Por në këtë hipokrizinë shqiptare, ku një pjesë shumë e madhe e njerëzve rrinë sepse duhet të rrinë për hatër të opinionit, kur dikush merr vendimin që të ndahet dhe merr vendimin që do të japi fund pa lumturisë, sepse ti je një marrëdhënie ku ti nuk je më i lumtur, që më të mëshme në botë, pjesa më e madhe e njerëzve që janë të detyruar të qëndrojnë në marrëdhënie të tilla nuk e pranojnë dot atë që tjetri ka bërë. Nuk e pranojnë dot që tjetri ka vendosur të lërë pa lumturinë dhe të japi vetes një tjetër mundësi për të qenë i lumtur. Dhe çfarë bëjnë? Shndrohen në hiena, gati të sulmojnë dhe në këtë mënyrë mbushin sadopak boshllokun që kanë në jetën e tyre, në marrëdhënien e tyre. Kështu që përpara se të hidhni atë helmin dhe atë vlerin dhe atë inatin në rrjetet sociale për historitë e tjerëve, shikoni një historinë tuaj, shikoni një veten tuaj, përpiquni një herë ju vet të bëni një analizë të situatës në cilën ndodheni. A jeni kaq perfekt? A është marrëdhënia juaj kaq perfekte? Kuptoni një herë, vendosni një herë veten nëse ju do ishit ky personazh publik dhe të tjerë do ishin publiku. Çfarë do thoshin për marrëdhënien tuaj? Kurioze jam. Do ta vlerësonin dhe do flisin me superlativa apo do ishit edhe ju një ndër të shumtët që do futej në meze, do gjuhej me gur nga të gjithë. Pak më human njerëz, pak më mirë kuptues, pak më njerëzor.